më thoni një gjë, ti më thuaj, a ishin zgjedhje të lira dhe demokratike me 11 maj? Edhe ti Ergjys më thua, ishin zgjedhje të lira apo jo? Them unë valla, për mua nuk ka pas ndonjëherë këtu zgjedhje kështu të lira demokratike. Por kaq. Por problemi që ndron këtu mul, nëse ma lejon tash. Ke problem, po patjetër. Se ti thua u votën, ore po këtu kështu ka qenë gjithmonë, nuk është hera parë kjo. E para. E dyta, këtu në nivelin më të lartë që është inxhinieruar vota, këtu ka qenë viti 2021, në gjykimin tim. Dhe në vitin 2021, megjithëse u hodhën para për tërmeti, janë dhënë shtëpia në atë kohë, i ka dhënë shtëpi tjetri, vetëm për të marrë votën familjarisht. Edhe për pandeminë, jo vetëm për tërmeti. Për pandeminë. Për të dyja. Gjitha. Dhe prap diferenca që patët ju me gjithë LSI-n kundër Ramës është 2%. Ku ju sot e keni 20% valla. Ju ngojnë 300.000 vota, tash dakord me ju voti ai. Po ai nuk ju ka vjedh 300.000 vota ju. Ai mund t'ju ketë vjedh, ku diun, 5.000, 50.000, 100.000, po 200.000 tjera ku i çuat. Tani më fal, diferenca juaj. Diferenca juaj ishte 30.000 vota. Ja futa dhe unë me nder kot që doj që zvarë. Po doli populli në rrugë i gjithi. Po doli populli. Nuk ka nevojë më burr, nuk ka nevojë më ikën në Rama me vrap. Diferenca juaj. Tani hajde të na gënjeni ne, gënjemo. Po mos u gënjen gjë se unë mbaroj misionin Ergjys. Diferenca juaj në 2021 me Ramën, me gjithë nxjerimin e madh votës që bëra ishte 30.000 vota. Sot është 300.000. Keni 10 fishuar humbjen. Tani këtu do të jepi llogari ju do të jepi llogari. Shiko, dakord Rama i voti dhe sigurisht duhet bër hataja për të mbrojtur ato vota sepse demokracia tek vota mbahet. Por ju duhet jemi dhe llogari për humbjen tuaj, sepse keni pjesën tuaj të fajt që nuk fituat. Sepse ka dhe një gjë tjetër, me këtë logjikë që thua ti po i përcjellin mesazh shumë keq njerëz mo. Ti po thua që me Ramës fitohet kurrë. Pa diskutim nuk fitohet kurrë. Po atëherë çana mbetet ne, të marrim tikim gjithë. Ta them unë çfarë mbetet. Se i bie që ne kurrë ta them unë çfarë mbetet. Ajo që tha Ylli dhe nuk ka rrugë tjetër. Pse? Tani ti më thua mua. Shpjegoj këtë mo 300.000 vota. Po do ta shpjegoj. Ergjys, po. Të falenderoj për parantezën. Pse? Je i madh. Thua që ja po pranojmë 100.000, janë 150.000, por nuk janë 300.000. Ergjys, kur bëhet fjalë për farsë, aty shifrat i cakton vetë autokrati. Na të shpjego farsë. Autokrati. Po pse flamur? Po. Flamur. Prit. Ta mbaroj unë. Ja t'ju shpjegoj farsën. Ergjys, mos u mut. Ja të them edhe një fjalë. Baton, edhe ju vetëm leni 1 sekondë. Vetëm 1 sekondë Ergjys. Tani shiko. Tani shiko. A e mbani mend që ul ai në Vlorë edhe shkruaj 83. Tani më gjeni një lider politik në botë që i ka përcaktuar shifrën e në kokë të rëzua. Qëfar është? A i di ushtrin ka bo mekanizmin e gjithë farsës dhe ka përcaktuar. Këtu do të, më falë, këtu kaq do të blihen, kaq do shantazhohen dhe kaq do të jetërsohen me trenin bulgar. Edhe këtu kaq dhe eci. Kjo është pra caktuar. Farsa i pra cakton. Më falë, Edi Rama, po të donte në këtë sistem që jetojmë ne, mund të thoshte, a i shtremur, a i dhe tani është bërë pishman me këtë, sepse di që po i kthehet kundër, që a i mund të thoshte 95. Dhe ta garantoj unë që gjithë mekanizmi kriminali ti do nëzirë në 95. Shiko, atë bëj një prit. Tani kjo është e gjithë. U kuptua të shiko, u kuptua. Kjo është e gjithë. Një pyetje, pra, në fars, nuk ka lidhje plus kaq, minus kaq. Farsa është fars. Me logjik, sa ka inxhiruar ai, sa vota ka bler në 2021. Shtoj dhe 300.000 tani, dhe më thua ti mua që 500.000 shqiptarë, apo 400.000 shqiptarë shesin votën, kjo është vend që meriton e Verhoxhën që jo më Edi Ramën. Jo, zotri. Qëse 500.000 shqiptarë. Putinin dojë, mos ai ka vdekur, po meriton Putinin dojë. Po ta ringjallin prapë qëse zotri, ta them unë. Putini ato, a e din ti që ne kemi kapur karta identiteti të hedhura në rrugë pasi kanë votuar. A e din ti sot? Po dakord, më nuk i mojën këto. Po më përgjigje për që nuk i mojën këto. Unë jam plotësisht dakord me ty. Po më lejo të dasë. Më lejo. Po jam se ndodhin, fenomenet ndodhin. Po problemi është që nuk është... Mik, Ergjys, po bëjmë banalitet. Sa karta në gjetur? Kërkoj ndjes, po bëjmë banalitet. Janë qindra i kemi gjetur, po s'ka rëndësi. Po të fjalë për 500.000 vota pra? Ti mendon si të gjej 500.000 karta? Prit, Ergjys. Tani, një fenomen ishte blerja kartave. Ja po të tregoj një rast. Kryetari i Partisë Demokratike Selenicë, Leonard Rakipaj, e marrë në telefon se edhe i them për një fis, që unë i njofë personalisht. Dhe janë 98 vota, apo 89 vota, si jam i sigurt. I them, Nard, si e, mirë, dolen, ata, se janë ekstremistë djatë. Jo, tha flamurës dolen. Tha mbori për shtypje.
I thash, po si ka mundësi, tha do bisedoj nese do të tem. I ku vajti, bisedoj. Dhe më merë ndarë në telefon. Flamur tha, takova finale, se s'do përmandemi, se i ka miqun, pavarësisht që ka ndodhë. Po i them unë, më tha, 10.000 euro në ka dhënë X deputet, për të nejtë në shpi. Unë tha 10.000 euro, si kam parë që u kam lindur. Ati në majtë fshatit të Lumit Vlorës. 10.000 euro për të nejtë gjithë shpi. Imagjino tash jenë paguar që të rri shpi. Ky fenomen një. Dhe janë paguar 500.000 njerëz nga 10.000 euro, thua ti tash. Që gabim ti, prit mos u ngut. Ky fenomen heq sa njerëz. Fenomeni i tren bullgar, sa të tjerë. Po dhe treni bullgar. Ta mbaroj. Edhe treni bullgar me lek. A ta mbaroj mor zotri. Fenomeni i karteleve të drogës. Troplinët, hakmarrja për drejtësi, Suel Qela, banda e Gjabavve, prit mor zotri, se ka marrë, më fal, ma shpjegoj, prit, se këtu ndalin gjitha. Shiko të që është historia. Pra ti duke thënë mulçi. A e ke dëgjuar atë shprehjen, gur, bëhet mur? Ajo shifra që kërkon ti, gur, bëhet. Ky muri se bër muri kinez më gur. Po ja 300.000 vota diferencë. Prit mor, edhe 700 shkojnë, ta them unë gur. Dhe çfarë ndodh? Arkend Balla, unë e pas kam pas në parlament, nuk e kam njoftur. Më thanë që ka qenë një vit e gjysmë para se të mbaronte ky mandat. Ka qenë, unë se njoh. Se kam para si fytyrë, i kërkoj ndjes, mund të jetë djalë shumë i mirë, nuk e njoh. Por tash një njerëz që nuk e njohim, 3 qekuj kolegëve të parlamentit, mori 25.000 vota, 5.000 vota më shumë se Rama. Më shumë se kryeministri që mori. A e kupton ti apo jo? Ma shpjegoj që këti kartelet, sepse duhet dish ti tjetër. Jo, do t'i përgjigjem gjitha. Jam do të tregoj. Raste nuk tregojnë në. Jam duke t'i tregoj, jo gjitha. Pra, çfarë ndodh? Sueli, Gjabaftët, me blend Gjabaftin, më fal. Hakmarrja atje, Troplinët këtu, të gjitha bandat në Shqipëri. Ju mendoni se keni fituar. A ta mbaroj mor zotri, ta mbaroj. 28 deputet sot në Republikën e Shqipërisë janë të zgjedhur me votat e krimit organizuar dhe të karteleve. 360.000 vota. 360.000 vota. Tani, mi gjej ti sa janë. 28 deputet. Tani, a e kupton ti, fal, që është njëra atje që ishë mësuar vetëm një vjersh që për të sulmuar gaz bardhin. Fal, ta mërë. Asë që tjetër, një askushi, u bo deputete, pse? Se kishte krimin mrapa. Se dole 2% 2021. O, zotri, se ta themun pse. A ta themun pse. Ta themun pse. Sepse Rama... Jo, i përqen kjo në linjë që e futet ti, kjo është. I përqen shumë. Kjo është, zotri. Shiko, ka një pyetje, o zotri, ka një pyetje shumë thjesht. Shiko sa thjesht. Kjo është e gjitha. Me këtë sistem, në qoftë se ky sistem do ishte ndryshe, do ishte 53% e Dramës, 0,53%, herë 120, Edi Rama do merrte 73 deri në 74 deputet.